Bismillahirrahmanirrahim. Të gjithë falënderimet dhe lavdimet janë vetëm për Allah, Zotin e gjithësisë, dhe salavatet e përzemërta mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Në këtë ditë xumaje të datës 17 tetor 2025 apo 25 Rabiul Akhir 1447 Hijri. Vëllezër dhe motra, a i keni ditur se Lukmani, besimtari i devotshëm dhe njeriu i urtë, i përmendur në Kur'an, ku madje edhe një sure prej sureve të Kur'anit mban emrin e tij, është njëri prej 4 zezakëve më të mirë të historisë njerëzore. 3 të tjerët janë vetë muezini i Muhamedit a.s. Bilali, mbreti Nejashiu dhe sklavi i Omerit radiallahu anhu me emrin Mehja. Thot Allahu xhaleshanuhu pikrisht në surën Lukman, ajeti 12, ne i dham Lukmanit urtësi. Për herë të parë, urtësia e tij u shfaq kur padroni i tij e humbi lojën e tavlës, kurse para humbjes kishte premtuar se nëse e humb lojën do ta pinte të gjithë ujin e lumit nga njëra në anën tjetër. Pasi e humbi lojën, kundërshtari insistoi që ky ta zbatonte zotimin e tij dhe i tha, hajde tash pije gjithë ujin e lumit. Padroni i tha, më kërko çfarë dush tjetër, sepse këtë nuk e pi dot. Atëherë kundërshtari i tha, dua të gjithë pasurinë tënde, ose në të kundërtën, syt do të t'i zjerr. Pronari i kërkoi që ta pres një ditë dhe kundërshtari pranoi. Kështu pronarin e kaploi një dëshpërim i madh dhe në atë çaste vjen Lukmani, i cili e sheh dëshpërimin e padronit të tij edhe e pyet, çfarë ka zotëria im sot që duket kaq i dëshpëruar dhe kaq i mërzitur? Padroni nuk foli asnjë fjalë. Dhe pasi Lukmani e pyeti për herë të dytë, edhe të tretë, atëherë padroni i rrëfeu të gjithë hallin që kishte. Lukmani i tha, s'ke sepse mërzitesh, ta zgjidh unë këtë çështje. E si më zgjidh këtë çështje ti? E pyeti padroni. Lukmani ju përgjigj, nesër kur të vi ai zotriu dhe të kërkoj nga ti që ta pish ujin e lumit mes 2 brigjeve, ti kërkon nga ai që ai ta ndaloj pak rrjedhën e lumit që ti të mund ta pish atë. Por me që ai nuk do të mundet ta ndaloj rrjedhën e lumit, atëherë kështu ti do ta fitosh betejën dhe do dalësh i pa lagur nga kjo mesele. Padroni e kuptoi se Lukmani kishte të drejtë dhe në atë moment dhe nga ajo ditë ja fali lirin. Kurse ne vëllezër dhe motra në vazhdim do të ndajmë së bashku disa thënie të urta të Lukmanit, të cilat mbase edhe do të na vyjnë në jetë, sepse jemi vërtet në mungesë të urtësisë. Thot, o birë, kujdes mos merr borxh, sepse borxhi është poshtrim ditën dhe pa gjumësi natën. O birë, më herët njerëzit flitshin për punët e mira që i bënin, kurse sot flasin për punët e mira që nuk i bëjnë. O birë, nëse je duke u falur, kujdes me zemrën tënde. Nëse je duke ngrënë, kujdes me gojën tënde. Nëse je në shtëpinë e huaj, kujdes me shikimin tënd. Nëse je në mes të njerëzve, kujdes me gjuhën tënde. O birë, butësia është kulmi i urtësisë. O birë, ruaju nga shokët e liq, sepse ata janë si shpata, të bukur në pamje, por të shëmtuar në vepra. O birë, unë jam penduar për fjalët që kam thënë, por asnjëherë nuk jam penduar për fjalët që nuk i kam thënë. Këto ishin disa nga urtësitë e Lukmanit. Po ne, a kemi urtësi të mjaftueshme që neve të na dëgjoj kush, apo jo? Përpiquni, sepse kujt i është dhënë urtësi, i është dhënë një e mirë shumë e madhe e kësaj bote. Allahu xhaleshanuhu na mbuloft me mëshirën e tij dhe na dhënë urtësi të mjaftueshme për ta kaluar betejën e kësaj dynjaje dhe inshallah për të bërë punë të mira e për të ringjallur në ditën e gjykimit me frytet e punëve të mira që do të bëjmë në këtë botë. Sot në këtë ditë xumaje ju përshëndes me një selam të veçantë nga qyteti i Luksemburgut në shtetin e Luksemburgut.
deri në takimin e xumas së radhës. Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.